Më në fund, pas shumë vitesh, kemi një festival të filmit shqiptar. Dhe për këtë janë për të përgëzuar nismëtarët, ata që mundësuan organizimin e këtij festivali. Sepse festivali është një rëndësie të veçantë, jo vetëm për kineastët, po kryesisht për shikuesit. Sepse ai është një vitrinë e kinemas së sotme shqiptare. Duhet të dim që kineastët e sotëm punojnë me një pasion të jashtëzakonshëm dhe me vështirësi shumë të mëdha. Dhe realizimet e tyre janë vlerësuar, janë çmuar në të gjithë botën nëpërmjet festivaleve dhe çmimeve që ata kanë marrë. Dhe prandaj nganjëherë e gjejmë të padrejt faktin që themi dikur kemi pasur kinematografi, ndërsa tashti nuk kemi. Jo. Ne kemi kinematografi edhe sot, dhe prandaj është i rëndësishëm ky festival që të shohim se ku ka shkuar në sot kinemaja jon dhe t'i japim asaj një ndihmë të jashtëzakonshme duke parë filma shqiptar. Unë këtu kam edhe një apel për politikën shqiptare, e cila nuk duhet ta konsiderojë kulturën dhe kryesisht kineman si një gjë të dorës së fundit. Përkundrazi, investimi në kinema është i domosdoshëm sepse është ekonomi, sjell të ardhura. Prandaj veç kulturës kemi edhe mundësi të mëdha për të zhvilluar ekonominë e vendit. Për këtë unë them që ky festival është një rëndësie të veçantë. I uroj shumë sukses këtij festivali dhe shpresojmë që festivalet e filmit shqiptar të jenë sa më të shpeshta.